Një tregim për Kurban Bajrami. Në prag të Kurban Bajramit, një nën e vetmuar me emrin Fatime s'mund të blinte kurban. Ajo u lut: "O Allah, më jep mundësi të bëj edhe unë një kurban për ty." Të nesërmen, në derën e saj trokiti një fëmijë. "Na ka tepruar një dash dhe deshem të ta japim ty." Lotët i rrjedhën nënës së varfër. Ajo falenderoi Zotin me zemër. Me ndihmën e fëmijëve, ajo theri dashin dhe shpërndau mishrin. E ndjeu gëzimin e ndarjes dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Fëmijët e saj për herë të parë e kuptuan kuptimin e vërtet të Bajramit. Të japësh papritur asgjë në këmbim. Fatimja tha: "Allahu nuk sheh sa kemi, por sa japim nga zemra." Inna Allaha ma'al muhsinin. Allahu është me bamirësit. Dhe ky Kur'an është udhëzim për bamirësit, hudal lil muttaqin. Allahu i don bamirësit, ata që japin ditën dhe natën për të ngritur të vërtetën, të drejtën, besimin, edukimin, njerëzimin.